LSDM publikoi një tash të quajtur bomb, ku pretendon se kompania familjare e drejtorit të shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta, Ivica Tomovski, prej institucioneve shtetërore dhe komunave, ka fituar 161 tender me vlerë prej 5.3 milion euro. Zëdhënësi i LSDM-s, Sasha Dimitrievic, publikoi të dhëna në kuadër të projektit Bomba 2.0, përmes së cilës partia opozitare paralajmëroi zbardhjen e skemave kriminale të partisë në pushtet. Me ardhjen e DPMNE-s në pushtet, kompania e Tomovskit e ka rritur veprimtarinë e saj për 306%. Edhe atë vetëm në vitin 2024, vetëm këtë vit 2025, kompania ka fituar 10 tender, prej pothuajse gjysmë milion euro, tha Sasha Dimitrievic nga LSDM. Sipas Dimitrievic, bëhet fjalë për kompaninë City Logistic, pronari së cilës prej momentit kur është themeluar është Vitomir Tomovski nga Struga, babai i Ivica Tomovskit, ndërsa drejtues është Slobodan Kutanovski, familjar i afërt i tyre. Më pas ndryshon emri i kompanisë në City Outsourcing në adresën e njëjtë, numrin am të subjektit të njëjtë, vetëm emri është ndryshe, shtoi ai. Kundër përgjigjet Tomovski, duke hedhur poshtë këto pretendime duke nënvizuar se aktualisht nuk posedon asnjë kompani private. E vërteta për rastin është kjo, kompania e përmendur nuk është e imja, as që kam ndonjë pjesë në të. Unë aktualisht nuk kam asnjë kompani private dhe jam i përqendruar vetëm në punën time si drejtor i shërbimit për çështje të përgjithshme dhe të përbashkëta. Gjatë gjithë jetës time kam punuar me ndershmëri, përgjegjësi dhe përkushtim dhe kështu do të vazhdoj, tha Ivica Tomovski, drejtor i shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta. Tomovski u bëri thirrje të gjithë institucioneve kompetente që të bëjnë kontroll e lirshëm, ndërsa paralajmëroi padi për shpifje ndaj LSDM-s nëse nuk kërkojnë falje.